Nëse nuk mundesh ta largosh një person të gjinis tjetër nga zemra, ndërkohë që jam martuar, çfarë duhet bëj apo çfarë tregon kjo gjë? Kjo tregon se shejtani po të bën zbor. Si s'mund ta largosh një njeri që është i huaj për ty nga zemra? Thuaj a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Ka fut shejtanin në zbor, po të bën shejtani gjimnastik. Po loz dhe po tallet shejtanin me ty. Si ta heq thot nga zemra? Mos mendo për të. Sa herë të vin mendje thuaj a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Sa herë të vin mendje hudhi burrit në qafë. Ose nëse bëhet fjalë për femër, thuaj gru ku je? E merru me gruan tate. Bëj blok nëse ke kontakte me të në për rrjete sociale, në për Facebook e kështu muhabetesh, edhe bjerë hat. Mos e ço mendjen tek personin fjalë dhe mos krijo kontakte apo mundohu ta shmangësh sa më shumë. E mbi të gjitha me u pendu te Zoti. Me u pendu te Zoti sepse kjo është pasojë e një shikimi, e një krijimit, një raporti që Zoti ka thonë ulni shikimet. Zoti për kë ka thonë ulni shikimet? Për ne pra ka thonë Zoti ulni shikimet. Edhe burrat duhet ulin shikimet, edhe femrat duhet ulin shikimet. Janë të dyja palët të urdhëruar që të ulin shikimet.